Në një panoramë të zgjedhjeve të 11 maj, qarku i Gjirokastrës zori në pa efektin e shpopullimit pasiv. Nga zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, në këto të 2025-s, Gjirokastra ka rënë me 8.000 votues. Për herë, qarku i Gjirokastrës është shuar si bastioni i së majtës, ku ka prodhuar 4 mandate, 3 të PS-s dhe 1 të Partisë Demokratike, ndërsa partitë e vogla janë pothuajse inekzistente. Numri i regjistruar i zgjedhësve ishte 114.399 nga 123.270 që ka patur në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit. Kjo rënje u reflektua edhe në mbylljen e qendrave të votimit nga 207 në 198. Edhe pse pritej që votuesit ishin të shumë në numër, edhe në votimin e diasporës sërish numri ishte i ulët. Sipas të dhënave nga KZAZ 77 nëpërmjet nga 14.884 zgjedhës dhe 23 qendra votimi votuan 5.782. Nga KZAZ 78 Kllësyr nga 8.662 zgjedhës në 16 qendra votimi votuan 3.010 persona. KZAZ Tepelen 80 nga 11.658 me 22 qendra votimi votuan 40%. Në KZAZ Memaliaj 79 nga 15.524 zgjedhës në 27 qendra votimi votuan 34%. KZAZ 81 Gjirokastër nga 40.510 zgjedhës nga 65 qendra votimi votuan 42%. Në KZAZ 82 Libohov me 5.332 votues dhe 9 qendra votimi votuan 40%. KZAZ 83 Dropull nga 18.828 votues në 36 qendra votimi votuan 18%. Në total, në rang qarku, shifra e regjistruar është 39.23%. Gjatë zgjedhjeve pati disa incidente si fotografimi i votës, rasti në Kllësyr ku një 30 vjeçar u arrestua pasi fotografoi votën, apo në zonën e Dropullit ku u ndërprer për një orë votimi pasi kryekomisioneri pretendoi si një police bashkiake por jetonte votuesit të votonin për Partinë Socialiste. Ndërkaq në Gjirokastër u denoncua publikisht raste për persona punëtorë të administratës apo drejtorë që shfaqeshin pranë qendrave të votimit. Pjesëmarrja më e lartë e votuesve nga zonat rurale ishte ajo e fshatit Lazarat me 60% dhe më pakta në Odrie me 20%. Çmimet në muajin prill kanë shënuar një rritje përtej tendencës sezonale, teksa zakonisht në këtë periudhë fillojnë dhe ulen për shkak të daljes së prodhimeve vendase. Këtë vit, curia negative e sektorit të bujqësisë dhe çuarja e një pjese të prodhimit kanë bërë që inflacioni të arrijë në 2.3% në prill, që është niveli më i lartë në 15 muaj, që nga marsi i vitit 2024, ndikuar kryesisht nga çmimet e ushqimeve. Gjithsesi, ai vjon të mbetet poshtë objektivit të shënjestruar të Bankës së Shqipërisë prej 3%. Banka e Shqipërisë ndërkohë në mbledhjen e fundit vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë në 2.75%, që është instrumenti i bankës për të kontrolluar inflacionin, ndërsa guvernatori paralajmëroi se ekonomia ka shfaqur tendenca gatërsimi në 3 muajt e parë të vitit. Sipas Instat, indeksi i çmimeve të konsumit në muajin prill 2025 arriti 119.8 kundrejt muajit dhjetor 2020. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin prill 2025 është 2.3%, një vit më parë ky ishte 2.1%. Mbulimi i kredisë bankare me kolateral u ritmotei vitin e kaluar. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në fund të vitit 2024, 76% e kredisë ishte mbuluar me kolateral, nga 75% e saj një vit më parë. Lloji më i përdorur i kolateralit nga bankat është ai të pasuritë e paluajshme. Pronat mbulojnë 61% të kredisë kolateralizuar dhe 46% të tepërcisë totale të kredisë. Sipas Bankës së Shqipërisë, stoku i kredisë kolateralizuar me pasuri të paluajshme është zgjeruar me 9% në krahasim me një vit më parë, si rezultat i rritjes së kredisë me pasuri të paluajshme rezidenciale. Shkalla e lartë e garantimit të kredive me kolateral në pasuri të paluajshme bën sektorin bankar të ekspozuar ndaj zhvillimeve në tregun e pronave. Një rënje mundshme të çmimeve të pronave do të krijonte rreziqe të shtuara për shëndetin e sektorit bankar në vend. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë po blet të dhëna më të detajuara që prej vitit të kaluar
mbështetur në rregullore për raportimin e të dhënave, identifikimin dhe monitorimin e treguesve mbi huadhënien dhe investimet për pasuri të paluajtshme. Presidenti rus Vladimir Putin tha se do të kërkojë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan të organizojë negociata të drejtpërdrejta midis Moskës dhe Kievit më 15 maj në Stamboll, duke mos përjashtuar mundësinë që kjo të çojë në një armë pushim të zgjatur. Propozimi vjen pas takimit të dieshëm në Kiev të udhëheqësve të koalicionit të vullnetarëve për presidentin ukrainas Zelenski, në fund të cilit ju dërgua një ultimatum Putinit. Rusia duhet të pranojë një armë pushim 30 ditor ose të përballet me sanksione të reja nga BE dhe SBA. Në deklaratën e tij më herët, Putin nuk e përmendi armë pushimin 30 ditor dhe i quajti ultimatumet e lëshuara edhe nga Kievi dhe udhëheqësit e vendeve të gatshme të papërshtatshme, duke theksuar se ata që duan paqen nuk mund të mos mbështesin propozimin e Moskës. Në një deklaratë të vonë natën për gazetarët raportuar nga RIA Novosti, Putin akuzoi Kievin se ka refuzuar disa propozime për armë pushim. Të paktën 8 persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën në një shpërthim me bombë në makinë në zonën Ezinen të Çanakkale's në Turqi. Media turke raportojnë se në të janë përfshirë një autobus që i përkiste një kompanie turistike, një kamion që transporton të drur dhe një makinë. Aksidenti ndodhi në mesditën e së shtunës pranë një stacioni benzine. Sipas informacioneve fillestare, makina është përplasur me kamione dhe më pas autobusi, i cili transportonte 25 persona, është përplasur me ta. 5 persona të gjithë nga autobusi u vranë në vend, ndërsa 3 të tjerë përfunduan në spital. Disa nga të plagosurit janë në gjendje kritike. Pakistani ka hedhur poshtë akuzat e Indisë duke thënë se nuk ka patur shkelje të armë pushimit. Ministri i Informacionit të vendit, duke folur për median pakistaneze Geo News, thotë se deri më tani nuk ka patur shkelje të armë pushimit. Pakistani nuk mund të shkelë armë pushim dhe as nuk ka menduar për këtë. Është një moment festimi dhe kombë pakistanez po feston fitoren e tij sot, ka thënë ministri pakistanez. India pretendon se një seri shpërtimesh të fuqishme u dëgjuan herët në mbrëmjen e së shtunës në Srinagar, qyteti më i madh në Kashmirin indian dhe përpësoi energji elektrike u ndërprem. Ishte presidenti amerikan Donald Trump ai që njoftoi shpalljen e armë pushimit mes Indisë dhe Pakistanit, që u mundësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.